Një grup të rinj nga Belgjika zhvilluan një vizitë treditore në Korçë në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën Rinore. Gjatë qëndrimit të tyre, të rinjt morën pjesë në tryeza diskutimi, aktivitete sportive dhe kulturore, duke krijuar mundësi për të ndarë eksperiencat dhe traditat e vendeve të tyre. Ata u shprehën të impresionuar nga mikpritja e korçarëve, atmosfera e qytetit dhe bukuritë e tij. Sipas tyre, këto shkëmbime janë një mundësi e mirë për të njohur kultura të ndryshme, për të krijuar miqësi të reja dhe për të forcuar bashkëpunimin mes të rinjve në frymën e vlerave europiane. Ne jemi këtu me këtë grup për të shkëmbyer përvoja me shqiptarët, për të njohur më mirë kulturën e tyre, si dhe për të ndarë me ta kulturën tonë. Duam të njohim më shumë njëri tjetrin, të kuptojmë zakonet dhe traditat tona, dhe mendoj se është diçka shumë e bukur të njohësh vende të tjera, sidomos në kuadër të Bashkimit Evropian. Mendoj se është një vend shumë i bukur, ka shumë parqe dhe janë vërtet të mrekullueshme. Edhe nata është shumë e bukur me ndriçimin e saj. Dje ishim në një rrugë që ishte pak e vjetër, por ishte vërtet shumë e bukur. Më pëlqen qyteti, njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe shumë kurajshtar për ne. Mendoj se ajo që më pëlqen më shumë janë njerëzit këtu. Edhe në qendër të qytetit, të gjithë u treguan shumë të dashur me ne. Prandaj jam vërtet e lumtur që ndodhem këtu. Më pëlqen gjithashtu peizazhi, pamja dhe sinqerisht është fantastike. Jam argëtuar shumë, të gjithë na kanë pritur shumë mirë. Dje luajtëm voleboll me disa të rinj nga këtu dhe mendoj se është shumë bukur që të gjithë janë të hapur për të bërë aktivitete me ne. Mendoj se është e mrekullueshme që kemi mundësinë ta bëjmë këtë dhe që fëmijët mund të argëtohen këtu duke u shkëputur disi nga përditshmëria. Është vërtet shumë kënaqësi. Në përfundim të vizitës, grupi zhvilloi edhe një tur në qytetin e Korçës, ku u njoh nga afër me historinë, traditat dhe trashëgiminë kulturore të zonës.